Shkolla e muzikës dhe baletit e Ulqinit ka organizuar një koncert në shkollën e mesme artistike e Prenkjakova në Shkodër. Ky aktivitet artistik solli para publikut një program të larmishëm me interpretim muzikor dhe balet nga nxënësit, duke krijuar një atmosferë festive dhe emocionale. Drejtori i shkollës Prenkjakova Anton Kaftalli u shpreh se bashkëpunimet të tilla janë shumë të rëndësishme për nxënësit dhe do të vijojnë edhe në të ardhmen. Është viti i dytë që jena të bashkëpunuar me pjesën shqiptare jashtë kufinit. Vjetë kena ba një bashkëpunim me shkollën e muzikës Gjakov, që ma në të njëjtin emrin Prenkjakova. Si mjetë është aktiviteti i dytë me shkollën e muzikës të Ulqinit. Një aktivitet e kena bana në Ulqin, me një nxënëse violiniste me një koncert recital. Dhe sot shkolla Ulqinit vjen më e plot, vjen me grupin e baletit, vjen me formacionin orkestral, vjen me solista. Dhe mendoj që do të vazhdojnë gjatë ky bashkëpunim dhe shohim si të me vlerë edhe për nxënësit e Ulqinit edhe për nxënësit e shkollës muzikës. Ndërkohë, drejtoria e shkollës së muzikës dhe baletit të Ulqinit Fatime Buzuku tha se ky koncert është ndëruar në një traditë për ta. Ajo theksoi se çdo vit zgjedhin një qytet të ndryshëm për të zhvilluar koncertin, ndërsa këtë vit vendosën ta realizojnë në Shkodër. Shkolla e muzikës këto vitet e fundit e ka bërë si traditë që të paraqitet me nxënësa të saj në qytete të ndryshme. Këtë vit kemi vendosur që të vim në qytetin e bukur të Shkodrës. Nxënësit këtu sot do performojnë në një koncert 50 minutësh, do paraqiten nxënës të degave të ndryshme, orkestra e shkollës edhe balerinat e shkollës. Koncerti u prit me shumë duar trokitje duke sjellë një mbrëmje të veçantë kushtuar artit.